Dhuna nuk është normale, të bërtiturat nuk janë normale. Nëse një person është i pashëruar, normalja është të shëroj veten, pastaj të krijojë një marrëdhënie, pastaj të krijojë familje, pastaj të bëhet me fëmijë. Por nga që ne kemi marrë këtë gjë si mod, nuk ka rëndësi nëse dikush ka probleme të theksuara të shëndetit mendor, nuk ka rëndësi nëse dikush ka trauma të patrajtuara, të cilat manifestohen në përditshmëri si dhunë, të bërtitura, sjellje ekstreme. Nuk ka rëndësi nëse dikush është narcistik, duhet të martohet, të jetë në një lidhje, të vazhdojë jetën normale. Po çështja e di cila është? Kjo gjë nuk është normale, sepse do vuaj personi tjetër, do vuaj fëmia që do vinë në jetë. Nuk e pse të durosh dikë që bërtet. Cila është arsyeja që ai bërtet? Ka probleme me veten, e po shërojë veten. Ne nuk jemi këtu që të vëmë në dispozicion jetën tonë për të akomoduar traumat, bllokimet, negativitetin dhe pa aftësinë për të menaxhuar veten të dikujt tjetër, të njerëzve të tjerë. Nuk jemi për këtë gjë këtu. Jemi këtu të jetojmë jetën tonë ashtu si na vjen, plotësisht. Çdo njeri ka kaluar problemet e veta, çdo njeri ka lumturinë e vet, çdo njeri ka ato gjërat që i takojnë nga universi që janë për atë dhe pikë. Por secili nga ne ka atë misionin e tij. Por pse duhet ne të lejojmë që dikush që nuk ka shëruar traumat e tij të vi dhe të shkarkojë te ne? Nëse ke arrit në një pikë të marrëdhënies tënde, të fejesës, të martesës, të lidhjes, që thua hajt se po e toleroj, ta dish që ka marrë fund ajo marrëdhënie. Është e njëanshme, vetëm ti po jep dhe ai po merr ose ajo po merr, nuk ka më kuptim. Marrëdhënia duhet të jetë e dyanshme.